Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas traditë vëzë kur kanë ardhur fiset te pejgamberi alaihi salatu wasallam me pranue islamin, ka dërguar mësues. Ka ardhur Ri'li dhe Kuani edhe Usayya nga fisi Banu Lihyan. Edhe kanë pranuar fejen, edhe mirë po pranojnë e kanë pranuar fejen rrënjshëm. Po përsa nuk e ka ditë. Dhe ja kanë vra o xhallar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë ardhur te pejgamberi kanë thënë ja Rasulullah, unë e pranum fejën, po na duhen në xhallar. Se na larg atje. Bjella tipi do të shokëve të shejki ma dishëm, na e mësojnë neve fejen. Ja ka dërgu pejgamberi s.a.s. 70 mësuesa. 70 xhallar, 70 dietar. Edhe thotë Abu Huraira, thotë Anas ibn Malik, i kemi quajt al-Qurra, lexuesit e Kur'anit. Lexuesit e Kur'anit, të cilët ditën punojshin e natën lexojshin. Ditën punojshin e natën lexojshin. Për mësëm ja u ka dhanë këto. Tash, kjo ka ngjarje shumë, që ja kanë vra, e kemi përmenë, na? Nëse në mësën Allah u gjithë dhe njëherë tjetër. Nga se gjithë ngjarje ka këtu detalet shumë ta. Mirë po neve që ka në intereson, gjithmonë, kur ka ardhur dikush, i ka thonë pejgamberi se ja Rasulullah, na jena fisi madh, na jena kabile madh, na duhen o xhallar, ju ka quajtur xhallar. Dhe prej kësaj ka met sunnet te krejt khalifët e muslimanëve, te ketë pushtetet e muslimanëve. Kur e ka pranuar doni vend i ri islamin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë marrë pi sunetit me quajtur xhallar ta i vend. Me hoxhallar të ajven me u mësu fejer. Me u mësu fejer. Kjo ka qenë prej traditës i pari që e ka po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam ka qenë i kujdesshëm që mos t'i bën disa gjëra shkaku që dikush ka hyrë i ri në islam. I ri jo me mosh, i ri sa ka hyrë në islam. Tregon Aisha radhiyallahu anha, një ditë për ditëve i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, që ki muri, një pjesë e murit që ka meti jashtë qabës. I ka thonë, a është pjesë e qabës? A është qështu që shpo duket? I ka thonë, po është pjesë e qabës. Ka thonë, po pse nuk e kanë fut në qabë ja Rasulullah, një pjesë të shtyllës, e kanë nënë si anash. I ka thonë, popli jot, a edhe popli vetë është, po i ka thonë popli jot, sepse kur ban gabim dikush, apo, andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur e ka ngrit zanin kundër Omerit, i ka thonë Obiri Khattabit. A kur ka pas muhabet mirë, ka thonë Omer. Apo, andë për shembull lejohet që ti kur të nervozohesh me dikan, për shembull nervozohesh me gruën tane, që shpesh nervozojna, i thu o çika filanit. Apo se ne ja çes na fajin te baba më sanera. A kur dush me lavdru thu, çish çfarë shtëpi të madhe ke ardh. Apo, jo me kes përdor ta, po e kanë përdor arabët. E kanë përdor arabët. Apo, kur a djali i mirë, thonë kjo a familja jon dihet. Kur ban gabim thot dajve i kiko. Si ka mundsi vallai? Ajo i mirë ose është i mirë nuk o i mirë. Apo mirë po këto njerëz i përdorin këto apo dallavera. Po jam sa nuk e ka përdor për dallavera. Ka thon populli jot, o Ajshe, kur e kanë ndreq çabën, ju kanë harxhu parët. E çu ka dalë me e bash ashtu. Edhe i ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thon o Ajshe, mos mu kanë populli jot sa kanë hyrë në islam. Apo unë e ndroj këtë punë. Unë urdhroj me prish edhe me ndresh edhe një herë tjetër. Apo, që i ka thënë, o Ajshe, që ka i te di ti, edhe unë e di, edhe ma mirë se ti e di. Ka thënë unë edhe muj me e prish. Dhe që kishtë thënë Khalid në Velidit, prish, ndreqë ndryshe. Pse se ka bo dhe zërsta? Pse se ka bo, Deri se ka bo Abdullah ibn Zubairi. Apo, ka thënë Abdullah ibn Zubairi, ka thënë, aju, po ka pas loj droje mës të livritin arab për islamit, ka thënë asë se kena dronë kërkujna, edhe e ka prish dhe e ka ndreq, shtyllat e që ka dash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që i ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, ka thënë, sikur une mos të kisha dronë, se populli jote i ri, mone me kishpreje, i ri në islam. Ka thënë, e kisha urdhnu mu prish, edhe mu ndreq për zdyti me dy dyrë, një në lindje, e një perëndim, sikur që e ka bo Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Apo, e pse nuk e ka bo këta dhe zër? Shikoni këtë pjesë, sepse populli jot oj Ajshe është i ri në islam. Dhe zër Ibn Hajar al-Asqalani kanë nxjerr varg mësime shpeksana. Por nas kena mundësimi përmend, të gjitha nga se kemi disa prej raste dëshirojmë ti përmendim. Cila është kjo dhe zër? Kur ti je njëri në islam. Apo, ç'a duhet me vë dhe zër? Ç'a duhet me vë? Ja ka thonë senet krijesore. Apo jo për mini herë, ai sa ka një të zona, sa ka një në islam, ose edhe i ri në islam. Ai ka mundësi një vetë musliman. Edhe ti thu, a di vëllai se me vetë në islam ta prej dorën.
O vëllo, ka daleve, ma vonë. A e di vëllo ti se janë isti ka dujtë za dispozita, nuk i ka i dera, vëllo. O vëllo, falu vëllo, merë me avdestin njerë. Falu, sa mu falu, leve në të falet njerë. Leve në të falet, në të lutën. Gradualisht kam i mësua i gjërat, apo? Mos u mundo ti me kallxu ti se di diçka më shumë se ai e me jaranue. Apo sepse shikoj pe jam çka tha. Tha o Aisha, un frigona, thot Ibn Hajar Asqalani, thot është frigue që mos thojnë arabët e prishi qavën. Derisa të prit me ndrejt për zditi, ato thonë e prishi, dalin pi feje. Për shembull, para më vëzë, merr kështu. Me e pati për shembull një xhami, siç gur xhamia jon çka është, apo xhami të vjetra, 5-600 vite. Dhe vendi kush thot kena me e prish. Ai ti se di si për shembull ka projekt për me ndrejt ala më të madhe. E ti çka thu? Çe këto? Këto qafirat janë të prish xhamin. E për mësa më tha, unë po tutna se këta së në kuptojnë këtë punë, së unë ja të dash me posë Ibrahimi, leje qështu, ka dek së në ka bo. Ka dek së në ka bo. Apo, andë që i vëzër, kjo ka ndo, të është mëslim në histori. Ibn Kathiri e ka një libër vëzër 20 vëllime, histori e musliman, El Bidaja u Nihaj, pi fillimi dër mbarim. Thot, Abdullah ibn Zubejri e ka ndrejt që e ka dash pejgamberi s.a.s. Ka arë Hajjaji, zullumqar, pi zullumqarëve të muslimanëve. Ka thënë, kush e ka bo qështu? Ka thënë Abdullah ibn Zubejri. Ka thënë, që ka pas pejgamberi s.a.s. Ka thënë, ndryshe. Ka thënë, pse ka prishki? Ka thënë, se këta ka lexojnë një hadith për pejgamberi s.a.s. Se pejgamberi ka dash me bo, përse ne ka bo. Ky pi natit, se ka mori nati ibn Zubejrin, ka thënë, prishe këthere që ka lanë pejgamberi s.a.s. Dhe se ka pranu që pejgamberi ka thënë me e prish. Edhe me ndërtue ndryshe. Shikoj se kjo punë e ndjeshme. Kjo punë e ndjeshme. Andaj pejgamberi s.a.s. ishte i kujdesshëm me tritë e muslimanëve. Pse? Ku e kupton ajo vëlla këtë punë? Ku e kupton? Ali radiallahu an, ka nxjerrë Imam Buhariu në Sahihun e tij. Ka thënë hadithun nasa qadra uqulihim. Folju njerëzve sa kuptojnë. Folju njerëzve sa kuptojnë. Sepse a doni ju që njerëz ta mohojnë Islamin? A doni njerëzit që ta mohojnë Islamin? Ka njerëz se banë vëlla, s'ka takat. S'ka takat. Por shembull, Allahu xhela edhe krijimtarin ton fizike ka bë këta. Por shembull, fëmia del edhe pi çumsh një herë. Edhe ata çumsh pinane. I vjen Iran ki çumshti tjetër, apo e bën me lloj plura pastaj nëse nuk e merr nanës. Njëri thot, leje vëlla çumshtin. Ama këto e vladin. E kompreu në një viç. Leje më në viçin se haki. Po thot mish ja i shnetshëm. Po i shnetshëm edhe po për tije. Apo jo për ket. Andaj ka procedura. Dërsa t'ja nisë me angë mishën aj, ka procedura. E janë do gjëra, janë të mira në Islam. O si ja ban lukë, jep i tamëll. Njën i do që i vetë, në ta mësoj, tamëll, qumsht, e të rritet, masane, ja ka zonë disa gjëra. Të cilat duhet me i dit aj. Kjo vëzër është prej, nëse do me ju uzu njerëzit, a nëse do t'i veç me kalëzu që ti po di shka, e ke mësuti një mesejl ata s'pedin, a dërë po, a dërë mund me po fesat. Mirë po njerëzit e kanë dash fejnë Allahu Gjillivala. Një ditë për ditë dhe dhe Imam Maliku, një prej 4 muslimane, për imamet muslimane. U konë imam në gjamin e Muhammedi, sallallahu alaihi sallam. Në gjamin e Muhammedi, sallallahu alaihi sallam, imam. Edhe, a i ka ditë hadithet. I pari që kam ledh liber për hadithet, është Imam Maliku. Edhe do në zanësat vetë e lezojnë do hadithet. Në ato hadithet, folët për një cilësi të Zotit, të Allahu Gjellivalu. Mirë po njeri së ne kapa, apo? Edhe Imam Maliku ka thonë, mshele libën. Ata ka thonë, hoqë, hadithet për nga me thonë, ka thonë, mshele se ju banë fit në njerëzve, së një kuptoj. Që ka dhe zërë? Andaj Imam Buhariu ka të smetuar në librin e vetë, hadithet të cilat i ka tituluar në adres. Nëse djetarë kanë thonë, ilmi Buhariu të në adres, në titull. Që ka vënu titull, që ajo është ilmi, i tina. E ka vënu një titull, ka thonë, ilmi që disave ju kalzohet, disave s'ju kalzohet. Pse? Nga friga se sprovohen. Ka do njerëzi mja u ka dhu se egziston një ajet që shtu në Kur'an. Që shtu thot egzistona? Po. Pisot thot të në podal. Kujdes. Në të mushet mirë isam, adhe i tha pejgamberi alayhis salam, o Aisha, të ri janë populli jot, se unë e kisha ndruhe. Sa kjo brengë madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që mos t'i bëjë këtë gjëra. Apo, mos t'i bëjë këtë gjëra. Dhe sa nëse të pyet dikush ajo diçka tjetër. Konkret, thot. Apo ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thënë ja Rasulullah, populli jam, ka qenë prej popullit të Thaqifit. Edhe i ka thënë ja Rasulullah, populli jam,
A mund është mi abo halal zinajnë se së në lajnë ata? Shiko? Nëse nuk tha, trini ju valla, vazhdoni. Jo, tha harramah Allah, Allah e ka bo haram. Tha ja Rasulullah, populli jam, ketë parët i ka me kamat. A mund është mi abo liru pak? Jo, tha Allah e ka bo haram. Tha ja Rasulullah, populli jam, shumë e ka me rak-rakijen. A mund është pak me ja ushtije? Tha jo, Allah e ka bo haram. Tha ja Rasulullah, atje të fisi janë thakifi, e kena një put madhe, rabbe, e kena një put madhe, si ju shek një pas latin dhe uzën të arabët. Apo, ka thona, ka mundësi mës me thi për një 3 vjetë se qohon pesh këto, put, që e ka në dhru, ka mbo sejgjë, ka mbo ruku, për të sënë, për mësëm ka arme, mirë nuk i këtë gjëra. Ka thona mësëm, jo, ka thona Rasulullah, 2 vjetë, jo, 1 vjetë e le, jo, 6 muj, jo, ka thonë ka bubo fesat, ka thonë rrira hati, ta që ju në Khalid ibn Walidin, e të mirën të me ta. Ka thonë, apo tu të shtipi popullit tanë po, a ke pranu të islami po, ka thonë shkoti ka zoja atyre, se Muhamedi s.a.s. ka me ardhë me ushtri, ka thonë si të kini takat, apo edhe ju ka shku, të popullit vetë ka thonë, këshyre, problem, ka me ardhë me e thi, ato ka thonë na luftojna, ka thonë shumë fort ishin ata, apo, ka thonë shumë fort ishin ata, atër populli vetë ka thonë, shko thuj, a i bëhë qarja dyqish. Ka thonë po, edhe ja ka pru për nga mberi se më Khalid ibn Walidin, edhe Mughira ibn Shu'ba. Edhe kër e ka nis me e thi, ajo kon put i madhë, sa gjamia, i madhë. E ka nis me thi, edhe të e thi, ato, sikur, do mon janë tërheq, apo se të thi, do mon guri, ka mund që edhe lëndosh. Ato kanë thonë, shkoj ki djali, ka me mit puti. Kër i ka një këto fjarë, Khalidi edhe Mughira, ka me mit puti. Edhe mo, njëni ka thonë, kur të mërin ka funi, i gjenë e keqja. Apo njëni thotë, la që tu anë një vërë rruju. Vërë, pikujt më rrujt, Allah. Thotë, anë një WC, shkëpat njërësit, shkrujt. O gjo, a lejot me shku me një nevojtore, kishë shërim. Hasha wa kella. Hasha wa kella, i madhështë Allahu gjilluara. Me ujtë të nevojtorës. Apo, nuk merë abdes mu falë, me lutë Allahu gjilluara, thotë, ujë nevojtore. Ish në Turkia atje për shtrishin i njeri, thot vesh atje e shtrin gjenaze, edhe shërohet njeri. Hasha wa kella. Kër e niti Mughira, tha, ku e roke keqja? Tha, kur të hishat e fell. Khalid tha, hini për fellit. Hini tha për fellit. Edhe e nëzërën, me raj e nëzërën. Edhe e praptun. Ata thanë, s'na gjeti kur gjo. Shiko? S'na gjeti kur gjo. Për nga mberi se se më dhezër, ka do vija, s'ka këtu. Mirë për nëse ka tolerancë, për shemull, ki mundësi mësë mja kalzu që ta. Mësë e kalzu. Ama dishka shka është, do mënë primare, është për i të tjirave të para, ata du të mi kalzu, shka se nuk ka tolerancë në ta. Gjithashtu, dhe zërë të regon Gjabiri, radiallahu an, thotë se Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ki munafiku, do të na vene neve dhe zërë një kategorie njerëzve, si është silë për nga mësëm me munafikat. Po këtu e kemi për qëllim musliman të eri, do të vene të munafikat. Të regon Gjabiri, thotë një ditë për ditëve, në ardhë lajmi se Abdullah ibn Ubeji ibn Seluli ka thonë për pejgamberin s.a.s. Ku të kthejnë aty Medine, janë konë rrugë, ka thonë ku të kthejnë në Medine, i madhi e nëzirë dëvuglin për aty. Ka pas përshëtim, unë i madhi, shkoj e nëzirë i Muhammedin s.a.s. për aty. Thëtë dhe kjo, i mërini Omerit. Omeri e murvesh tha, ibn Seluli ka thonë, i madhi e nëzirë dëvuglin. E i voglin këtë ras ka thasht për pejgamberin s.a.s. Edhe i ka shku për nga mberi se Muhammedi ka thënë, ja Rasulullah, amleta shëroj këtë me shpat. Amleta shëroj me shpat. Qështu o kona mërë Khattabë, s'ki shkajban, original. Original qështu. Ja Rasulullah ka thënë, a e di që ka thënë për tyje? Ka thënë, amleta shëroj me shpat. I ka thënë për nga mberi s.a.s. Dahu, leja Omer. Ka thënë, la jetë haddethu nasu enne Muhammeden jektulu ashabe. Ka thënë, leje se njerëzit kanë me thënë, Muhammedi s.a.s. prej, po i vratë shok të vetë. Qish mi u kalzu në njerëzë se këta, se kja i ka thonë unë jam musliman? Apo unë jam musliman? Hëtë se ti bindi njerëzit. Pasa njerëzit që ka thojnë? Problem vlo me hinë fejnë e këtinve. Por një për ditë vrajnë. Kjo frikë. Që ka tha për jënësam? E në transmitim tjetër, me adhë Allah, maz Allah. Me adhë Allah, që ka ta më dhëmë? Ne përdojnë, maz Allah. Allahu në rujtë. Allahu në rujtë. Njerëzit me thamë për mu, se pi vrasë shok të mi, thot Ibn Hajjës Kalani, se ata nuk e dini se kjo është munafik, qysh mi u kalzune, se na kena mrena vetës munafika. Apo,
Kështu e ka sprovu Allahu xhelalu Muhamedit sa edhe umetin e tina. Tregon Xhabiri për një njeri tjetër. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në Xhirane, afër pasi e kanë krye Huneinin, edhe ja kanë të shpërnda plashk lufte. Kanë marrë plashk lufte, mas e kanë shiju Mekkën, edhe ka ardhur një njeri te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. I kanë thonë Dhul Khuwaisira. Apo edhe tu shpërnda, edhe ky pe përcjell, edhe pi duket si zullumçar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Shikoj vëzë. Aty apo jam sa më rrethu me njerëz të mëdhoj. Edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammedu i'dil, o Muhammed, tha banu i drejt. Se tu do drejt. Po ishte do pasurinë. E kjo vëzë mi thon pejgamberit banu i drejt. O e ran për ta. O është e ran, se aje ka mësu drejtësinë, ajo i drejti. Atër tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, wa ilak, ku për ty? Mjeri ti. Wa men ya'dilu idha lam akun a'dilu. Kush është i drejt nëse s'jam unë i drejt? Laqad khibta wa khasirta in lam akun a'dilu. Tha ti ke më dështu dhe ke më shkatru nëse unë s'jam i drejt. Unë ja ti ja unë. Ja unë jam i drejt, ja ti ke më shkatru njëna për dijave. Apo e Omer Khattabi transmetim tjetër Khalid bin Walidi. Se këto dy vëllezër janë kon asgana, janë kon të mëdhej shumë. Njëri e kanë kështu pi poshtë e kanë këshir. E kanë të mëdhej. Edhe Omer Khattabi ka thonë da'ni ya Rasulullah fa aqtula hadha al-munafiq. Ka thonë ya Rasulullah, lem ta vras. Apo ki po thot ti se si e i drejta? Apo shkon vëllezër këtu dëmshurinë e sahabeve për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Se kanë lënë imami me ju torturuar për parasive. Sikur që plot për njerëzve kanë. Që aty u shahat hoxha i thot, "Shka mi bë vëlla dhe ki vëlla." Ju shahat dietari vet, ju shahat mësuesi vet, i shahat imami vet, ai rri. Dervish ball. Nëse se mbron imamin, kanë që më mbrojt vëlla. Nëse se mbron hoxhën, kanë që më mbrojt. Nëse se mbron Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kanë që më mbrojt. A do i tha pejgamberi Omer tha, "Ne më muja rasul." Pejgamberi tha, "Jo. Se njerëzit kanë më thënë, jam t'i vra shokët e vet." Jo, tha, se njerëzit kanë më thënë, ja t'i vra shokët e vet. Rasti i parë me Ibn Selulin dhe rasti i dytë me ket, çka argumenton vëllazër? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doniher i ka fal gjaçët e merituara, e ka meritu. Mirë po vetëm për hatër të shihretit islamit, të fotografisë të madhe të islamit. Doniher vëllazër na duhet me ul kokën për çfarë? Që të ecë Islami. Andaj disa preditarë çka thanë? Kur'an ku të lexojsh. Po për shembull kjo ndodh për imamave. Kur lexojsh Kur'an dhe Zot, a dush me kallzu ti çfarë zoni ki, a Kur'ani sa i madh? Cilla janë përcënim? Zoni jam mjet. Zoni është mjet. Qëllimi ku ka Kur'ani. Pejgamberi s'e çfarë tha? Zbukuroni Kur'anin me zanat e juve. Lexoni mirë. Po nuk tha që ju t'ja kallzoni zanin njerëzve. Kur'anin t'ja kallzoni. Po nëpërmjet zanit. Apo na për shembull ndonjëherë duhet mi bë disa vepra që Islami duket mirë. Ani pse na do kishëm tuar. Ne duket Islami mirë, sepse kjo është feja Allahu te bareke ve teala. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma'adallah, mazallah. Jo Allahu na ruaj. Jo nuk e baj. Megjithëse çka i tha? Çka i tha ky njeri vëllazër? Boj drejt. Boj drejt. Ibn Hajar al-Asqalani vëllazër kanë dhënë Imam Nevawi shumë për mësimeve. Domthon për mësimet që është më rëndësishme ta përmend me këto, është se lejohet për imamin e muslimanëve, për të parin e muslimanëve që të toleron në ekzekutime dhe penalti nëse është levërdia e muslimanëve. Nëse është levërdia e muslimanëve. Dhe e pa më rastin dje, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja prunë një shok të vdekt. E kanë gjetë në bunar gjujtën, mëllo që kanë gjetë. Te jehudit. E sa ka thonë, kush e ka vra? Nuk e dim, te jehudit i vra. Sahabe. Për mos me hi problem të ri me ta, ka thonë, a keni dëshmi të fortë? S'kemi. Atëherë ka thonë, thirrë familjarët, 100 deve jo ka thonë, e ka pastru. Pse? Mos tije. Nëse vetë dënjerët i kushtot, bema mu hakin. O dhe të ta dhanë ti hakin, shkon Islami. Të ta dhanë ti hakin, shkon Islami. Tu postu ti çka mos Facebook, gërditët njerëzve Islami. Thot, a ki pa njerëz ka thonë, copa po u banë këto, Allah. A ju ka shku me një shpesh, se njerëzit thonë, këto musliman, copa po u banë, Allah. Njëri thot, nuk më intereson, më unë jam të kallzu, Allah, çka është e drejta. Po s'ka me veshtime kallzu e drejta, Allah. Ka dietar, ka xhallah kallzojnë çka është e drejta. Po ku është uniteti muslimanëve? Ku është që mos t'ja u gërdit me njerëz musliman Islamin?
thot Ibn Qayyim el-Jauziy në librin e tij Ighathatul Lahafan, thot ka më na mor Allahin hesab në llogari ditën e Kiametit, pse krishterëve s'ja kena kallzu Islamin çish duhet. Tamam. Apo Ibn Qayyim e ka gajlën, Allah i ka më mor hesab, thot pse s'ja ka kallzu mirë Islamin krishterëve, sa to ngat janë me pranue. Ngat janë me pranue. E vëllezër, na sikur ta kishmi pas gjallë, mi thani Ibn Qayyim, o Ibn Qayyim, na me problem me muslimanin e kena me vëllezër. Na me muslimanit na të gërdit. Prej sharjeve, prej ofendimeve, që njerin ofendon lig, shan lig. Nuk i takon me muslimanit, për mësam, çka i tha Aishës, kur i tha jehudive, vdiç. Sa ato i than u helmofsh, kur i tha u helmofsh edhe jo. Çka i tha për mësam, nalo, nuk shkon me çështo oj Aishë. Po jehudi, s'shkon çështo. Ajo musliman do njëherë. E në nuk i ruajmë gjuhët tona. E lusë për Allahun që Allah t'i ruan gjuhët tona. Nga e liga, e me madhe për kësaj së lavë dhe zër, që ta ruajmë syretin e Islamit, që ta ruajmë pamin e bukur të Islamit. Wallahi me e dit njerëzit, sa është e madhe kjo fe, sa e mirë kjo fe, me kryje zhagë zë këshinar. Apo në dhe njëherë, pengesës se din që ka këtu. Gjeneti Zotë i Allah. Nëse njerëz vrapojnë pa kësaj dunjaje, ju do këtë gjenet. Po para më në gjeneti Zotë, ku ka thamë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sini s'ka pa. Ibn Abbas i ka thamë, kur t'hin njerëzit në gjenet, kanë mu shtangë njëherë. Si besot njërë, shka kjo? Si besot. A ju ka ra juve, sigurisht, kër kemi shku dë njerë dë një vend, por shembull, vendet mira, dikush Stambol, dikush në Amerikë, mu vetë kanë njoftu njerës, edhe unë për disa për vendet që i kanë vizitue, shtangët njerë, vla. Që ti e rritë, për shembull, këtu Balkan, s'ka. Atje ti e shetë dë një ujvar, dë një vend mirë, dë një hotel, dhu, e ja dhe që shtu bëllë t'i zmeta, po ve vla. A ke pa, për shembull, ti shkon në hotel, të këshirin si sultan, normal, pagun ati. Po para ngozër në gjenetin Allahu Gjelluala, që hisën, raj nuk kanë si dunjaja. Po njërës nuk e din. A dhe nuk ban na mu pengu njërës që t'hin gjenetin e Zotit të bare kjo e tala. A i shka s'do me hin, s'ka problem, dhe leja ta. A më dhe njëherë dikush e don, o ngat. Mirë po, mi penges me veprat e tonë.